shqiptarëve. Edhe unë mendoj që personalisht gjykoj që kjo është strategji e gabuar. Nuk besoj që opozita në Shqipëri do duhet të përfshihet në protesta si një mekanizëm për të sjellë ndryshim. Sepse e ka bërë në të shkuarën, e ka bërë në numra të mëdhenj dhe nuk ka arritur do të krijojë asnjë lloj efekti. Për shkak se politika zhvillohet në institucione. Opozita është minorancë, nuk i ka votat në kuvend për t'ju imponuar qeverisë. Nuk ka numrat, me sa duket edhe në popull, për të zhvilluar demonstrata të fuqishme, të cilat do ta detyronin mazhorancën të ndryshonte politika, të ndryshonte një ligj caktuar apo qasje ndaj problemeve. Dhe mënyra më e mirë, gjykoj unë, se si një opozit mund të sjellë ndryshim dhe ndryshoj politika është që t'i pushtet. Pra, duhet të kthehet në alternativë, të krijojë besim tek njerëzit në moment ku besimi i shqiptarëve tek elita politike është në nivelet më të ulta në historinë tonë. Shikoni edhe zgjedhjet e pjesëshme të fundit vendore. Besoj që e patë se pjesëmarrja ishte skandaloze, në mesatare 18%. Çka do thotë kjo? Që njerëzit e kanë humbur besimin tek partitë politike, kanë humbur besimin që politika është një mjet për ta ndryshuar jetën e tyre. Edhe mendoj që një parti